sonte me lejnë Allah të zërgjel, do të flasmi vetëm për hasedin. Nuk ka nevoj me sharu, me përkthy hasedin. Kreti dini që është hasedin. Do të flasmi për hasedin. Imani ku qëndran? Imani qëndran në zemër. Apo? Dhe kështë ka onë transmitimet, hadithet, e hnisërin, kështë mëra. Hasedi ku qëndran? Ku ka qef në nëzon venaj? A i lyp. Ku e ka venaj? E ka në dorë, në sy, në kokë, ku e ka? Hasedi e ka vish një ven. Edhe nuk lyp ven tjetër, heq. Se ka as në dorë, as në gjuhë, a e lyp vish një ven. Hasedi e ka vendin në zemër. Por që ata ulemat, së kur Ibnul Qayyimi, Allah më shëroft, ka full shumë për zemrën. Pse ka full shumë për zemrën? Gjëja me rrezikshme që e dëmton zemrën është hasedi. Pastaj, me 3 lloj kemi zemra, 3 lloj zemrave. E para, zemra e smur. E dyta, zemër e shëndosh. Dhe e treta, zemër e vdekur. Zemra e smur hin këtë llojet e mëkateve. Ata janë zemrat smurta. Llojet e mëkateve që i ban njeriu hin tek zemra e smur. Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila nuk ka shirkijate në gjuhë, bindje dhe në vepër. As nuk ka bidate, shpikur në Islam. Kjo është zemra e shëndosh. Zemra e vdekur, subhanallah, që ulemat e kanë thujt dënimi i Zotit. Zemër e vdekur e kanë thujt ulemat dënimi i Zotit. Pse? Nuk jam mundësan Zotit asoj zemër me përmend Zotit. Dhe është zemër e vdekur. I ka ra dënimi i Allahut azza wa jalla. Allah na rut. Tek zemra e smur ju vëllezër, më së shumti, tek zemra e smur llojet e gjinave që thanin, hin krejt. Më së shumti që i ban dam zemrës është hasedi, inati. Asnjë mëkat tjetër në formën e çrregullimit nuk i ban, qysh i ban domethën hasedi, inati, domethën e çrregullon zemrën. O ju vëllezër, hasedi e mbështjell zemrën. Hasedi e mbështjell zemrën me 2 sende. Hasedi e mbështjell zemrën me 2 sende. E para, vetpëlqimi. E dyta, mendje madhësia. Subhanallah. Kjo temë të cilën na jemi duke fol, gjitha i kum largu ajetet, hadithet që mos më xhanu domethënë me marr shumë kohë. Vetëm dobit rrezikshmëria e hasedit. Hasedi e mbështjell zemrën me 2 çështje. E para, vetpëlqimi. E dyta, mendje madhësia. Kur ka njëri hased, ja fillon me pëlqy veten. Unë jam më i mirë se ai, dhe unë kështu vetë pëlqej. E mbështjell, hasedi e mbështjell zemrën. Ja fillon zemra me ragu, vetpëlqim, edhe mendje madhësi. Nuk dorëzohet se nuk dorëzohet. Ti i thuaj çfarë ja, çfarë është, edhe kuj mendje madhësi. Subhanallah. Hasedi i vëllezër është mëkat i fshehur. Hasedi është mëkat i fshehur. Pse? Mëkatet e tjera para se me hy në zemër, moni men. Hasedi është mëkat i fshehur. Mëkatet e tjera para se me hy në zemër, ata shfaqen tek njerëzit. Për shembull, alkooli. E shen njërin të pi, dhe mund të këshillu. E shen të bu punë të fleshta, zina. Para se me hi gjunaj në zemër, të minjarë këshillan. Ama hasedi nuk ka mundësi me ditë kërkush heq, së është mëkat i fshehur, nuk i kalon hapësirë zemrës që me të këshillu, por minjarë hin zemër. Dhe nuk e din askush që ti a ki hased a ju, vetëm se ti vetëm tane. Mëkat i fshehur që nuk e shen kërkush heq. Dhe përtan shumë shpejt në zemër dhe ju sukon mëkatet të tjera. Si ta njohemi hasedin? Apo si të thujnë çka do të thonë hased? Ka njëri prej mufesirinëve, për të bëjmë da thonë të vjetër,
Mawardi e ka thonë, Mawardi e ka komentu Koranin, ka qenë komentues i Koranit. Ka thonë, çka do të thonë hasad? Ka thonë, al-hasadu shiddatu as-sa'a ala khayri an yakuna li ghayrihi. Hasad do të thonë me pat i natin e furt, keqen e furt, por hajrin e dokon që ka godit. Pse ati ja ka dhënë e mus ma ka dhënë? Pse ti me patë në me patë? Pse ti ki dituri unë s'kam? Pse ti ki kërë unë s'kam? Pse ti ki bukuri e unë s'kam? Pse ti ki pasoni unë s'kam? E ka i natin e fort. Edhe nuk dëshiran për ty hajrin. Që kjo da më thënë hasedi. Sandë tjera që ndëgjani, se shka da më thënë hased, kanë folju në marë. Mi po e kanë kry sukur i Ibn Taymija e ka marë fjanën e këtij tebrinë. Ka thonë kjo da më thënë hased. Me pot i nati për dokon se Zoti ka marë të mira. E në qofë se ti e ndjen vetën tanë, që kur Zoti ka begatu dokon, edhe ti ki i nati, atër e di mirë që zemra jote ka nevoj për ilaq. Ka godit hasedi dhe ka nevoj për ilaq. Më pasë ju vëllezër, në qofë se njeriu dam me e shfaq hasedin, a shfaqet hasedi? Hasedi nuk shfaqet. Kush do që ka hased, në bane me, aj nuk e shfaq hasedin, aj e shfaq pasojat e hasedit. Se shka thanëm, hasedi është i msheft, nuk ta din kërkoshin në zemrën tane. Ama pasojat e hasedit, në zemrë që gjindet, shfaqën pasojat e ti. Çfarë pasoja? Gjën e parë që e shfaq aj, si pasoja e hasedit, është mbytja e njeriu. A është argument të Jusufi a.s. U kutulu Jusufe, mbyt në Jusufin. Sendi i parë, ajo që kanë shfaq hasedin ata, ja, pasojat e hasedit, mbyt në Jusufin. Subhanallah. Gjëja e dytë minë, mohimi kaderit. Njeriu kur ka hased dhe e shfaq pasojën e tij, që shtanë nuk shfaq hasedin, po shfaqet pasoja e hasedit. Gjëja e parë, mbytje, ka qef me myt njerin. Dhe Allah na ka treguar në Koran me vëllezërit e Jusufit, që kanë mbyt në Jusufin pse e kanë shfaq pasojat e hasedit. Edhe dyta, mohimi kaderit. Çka ka thonë Abdullah ibn Abbas? Ka thonë e këtë tauhidi është kaderi i Zotit. Ti thu Zotit, unë ty as nuk besaj, as nuk ta besaj kaderin, pse ati ja ki dhonë s'ma ki dhonë mu? E mohan kaderin e Allah. E mohan kaderin e Allah. E mohan fuqinë e Zotit. E mohan irade, dëshirën e Allah. Pse Allah ka caktuar për ata dhe për ty, jo, Allah na rut. O ju lëzër, për çështjeve që e largan hasedin, e kanë shikollë ulemat, me qenë i pajtushur me takimin e Allah. Kur e shanë që një vlla ka bukuri, ka pasuri, ka kërë, ka dituri, dhe i pajtushur, alhamdulillah ka vonë Zotit. Nëski hased, ka thonë kjo është një shpa metode që ti e largan hasedin për vetës. O ju lëzër, hasedi sjell në zemër. Hasedi sjell në zemër e para, breng, e dyta, shqetësim, edhe e treta, dhimbje. Allah. Hasedi sjell në zemër. Le që të ban dam të ban zemër në kërsh me këtë fjallë. Po hasedi sjell në zemër, alo me ta prishë edhe ma shumë zemër. Breng, shqetësim, edhe dhimbje, ndjenjë i dhimbje. Që kanë thonë ulemat për ta? Kur ja fillan këtë shtatëria, breng, pastaj shqetësim edhe dhimbje ai me ndje. Ka thonë kur bjen me flej, shfaqet pasoja e hasedit. Ai ka breng, ai ka shqetësim, ai ka dhimbje, pse ti ki unë s'kam. Pse ty të ka vonë, mu s'ma ka vonë Zoti. Subhanallah, shiko hasedi, sa e keqe i ban zemrës. Sjell, breng, shqetësim, dhimbje. Ku njëre e gjonë këta? Në gjonë. Kur bjen e flej, gjumë një ratë se me. Por filanin, a i ka, në ta, qyshe, subhanallah. O ju lezër, prej qështeve kryesor
në zemrën e jahudive, çush e kemi na, çush thanë, zemrën e imanit ku e kemi na? Në zemrë, apo? Për çështjeve kryesor tek jahudët, që e kanë në zemrën ata, e kanë inatin, hasedin. Qysh është bindja të na imani me pat, ata e kanë, imani tëve është hasedi. Edhe Allah kanë garantuar këto në Koran e ka treguar. Për që ata jahudët kanë mbyt shumë profetët. Inati tyre, për që ata mushrikët si kanë besu pejgamberit. Inati tyre. Për që ata Allah ka treguar që jahudët edhe njerëzve ja kanë inati. Për të mirave që Zoti ja ka dhënë dhe është i mbushur Korani, domethënë me këta argumente. O ju vëllezër, hasedi e shtyn njeriu veten e tij në kufër. Mani me. Hasedi e shtyn njeriu veten e tij në kufër. Thot Sufjan ibn Uyayna, "Awwalu dhanbin usiya Allahu bihi fi as-sama' huwa al-hasad." Po thot Sufjan ibn Uyayna, gjëja e parë, mëkati i parë që u zhbu Zotit në qiell para ti, ka qenë kush? Hasedi. Kufër. Iblisi si ron sejdë Ademit. Hasedi, inati, kufër boni. E muhaj Zotin, e muhaj të mirat, e muhaj dëndit, e muhaj kaderin e Zotit. Hasedi. Pasaj shka thot, "Awwalu dhanbin usiha Allahu bi fil ard wa huwa al-hasad." Dhe mëkati i parë në tokë që Zotit ja kanë bu, është hasedi. E mbyti vllahun prej inatit, prej hasedit. Subhanallah. Kush ka hased, çka thanë? E shtyn çaj me bu kufër. Kemi bu kufër ndaj Zotit. Ka më ardhe keqja në formën e kufrit muhimit, spajtohesh me ato që Zoti ka caktuar, Allah na ruaj. Hasedo i vëllezër, le që e shtyn njeriu vetë me bu kufër. Hasedi e ban që edhe tjerë në shty më ranë kofër. Dhe gjana ajetin Kur'an është ka thëtë Allah. Wadda kathiru min ahlil kitab. Ata shpresojnë edhe dëshirojnë, kush jahudët dhe krishterët. Law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Ata shpresojnë dhe dëshirojnë që ju besimtarët ktheheni në kufër ta lëni imanin. Për shkaj? Çka ka orë këtu në ajet Kur'an? Hasadan. Kuffarën, haseden, ata që kanë inati, me këtë mundësin e tëre, mundohen që ty me qëtin kufër, me ta ik imanin tonë, me ta ik atë dhëmtin që Zotit ta ka dhënë. Shiko, hasedi, se çka ban, e shtyn vetën e vetë në kufër, edhe tjertë mundohesh një shtin në kufër, Allah në ruaj. O ju vëllezër, hasedi mbledh në zemër. Hasedi mbledh në zemër. Urrejtje e para, ngushtim gjoks, shkputje nga farefisi dhe e fundit mbytje. Hasedi mbledh në zemër. Urrejtje, ngushtim në gjoks, shkputje nga farefisi dhe mbytje. Kush i ka pat këtë qëta? A nuk janë djem të Ademit? Ka pat urrejtje për vllahën e vetë. Ngushtim gjoks, ka ardha jetë kuranor. Ngushtim gjoks ka pat ai. Shkputje nga farefisi, u shkput për farefisi ti. Edhe në fund çka ka bërë? E ka myt vllahën e vet. Shiko se ç'është mbledh, çka bën hasedi, ç'është mbledh zemrën, gjitha këto të këqija. O ju vëllezër, si shfaqet hasedi në zemër? Ulemat i kanë cek 3. Ka thonë kur ki urrejtje. Në moment që për shembull urren njerin, se du finanën e vet, se du. Edhe u kry. Ata e dimi që na thonë hasedi është paraqit në zemër. Kjo është e para. E dyta, kur e shet që Allah Azza wa Jall filani ti ka dhënë begati, ka dhënë mirësi, e ti mundohesh përpara ti mi sjell vlerat e tua. A din kush janë mëne? Unë këto, në kështu, edhe ti din që ato Zoti ka begatuar. Ja ti mundohesh, në thonë, mi sjell vlerat e tua. Pse vetëm i arzu begatit e ti që Zoti, në më thonë, ja ka dhënë. Edhe këto kush do që e ka, dhimi që është paraqit hasedin e zemrën. E fundit, dhe më e rana, që është atë bintemia, kjo është më e rana, që shumica e njerëzve e kanë, Allah na ruaj.
Cëlla është kja? S'ke qef asë një për i kërjesa me po mirë dhe se vetën ta. E ka thonë kja së është imani. A ka thonë tani, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ju ka besu s'ka iman plot. Ato që e dhanë për vetën e deshë dhe Allahu tanë. E kjo është me rrezikshme. Me rrezikshme. Nuk ki qef me pa kërkun mirë, heq, vetë se vetën e vetë. Allah në rujt, kjo është faqja hasedit në zemër në tri sende, Allahu në rujt. E fundit të i lëzë. Pa ju marë koheq. E fundit. Qka ban hasedit? Hasedit vëzni mbledh seher. Hasedit e forman seher. Edhe sulman personin që a ki i nati. Edhe gjenet nuk e lënë më rahat. është formu të seher. Hasedin te që ki për një person, formohet seher. Formohen e gjenet edhe sulmojnë personin. Ku e sulmojnë? Në pasuri. E sulmojnë shëndet. E sulmojnë në dituri. E sulmojnë në familje. Në çdo sen që a i posedan, kësë seher e sulman. Por që ata ka dhe rokja, prej hasedit, mësyshi, pse formohet seher. Kjo është e fundit i lëzër, Allahu na ruaj prej hasedit, e lusmi Allah në zëgjel, gjithë të fjallë, shumë fjallë të mira, shumë fjallë miradije. Allah shërbet ulemat, fashqarime të mira kanë bërë, sikur i bin të mija, sikur i bin Qayyim el-Jauzi që ka folë, mashallah, të barakallah, thuj që ky njeri ka përjetu krejt vetë të sene. Amo në realiteti është, kush do që ka po hased, krejt që të sene janë. Subhanallah. Zoti na ruaj prej hasedit, na pasur zemrën, na bëv zemrën shëndosh dhe na largoh prej çdo të keqes, ya Rabbel Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahu